Në një konferencë për media të mbajtur sot, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, ka bërë të ditur se ekonomia e Kosovës pritet që të mbyll vitin me një rritje rreth 3.9%, ndërkaq inflacioni pritet të jetë në rritje rreth 3.8%. Ismaili po ashtu shpreh se parashikohet që gjatë vitit 2026 rritja ekonomike të shkojë deri në 4.1%. Sa përket indikatorëve makroekonomik të vendit, ne presim që viti të mbyllet me rritje prej 3.9%. Këto janë projekcione që dalin nga Departamenti jonë për Stabilitet, për Analiza Financiare dhe Stabilitet. Ky është në linjë me aktivitetin ekonomik që deri në gjysmën e parë të këtij viti u rrit me 3.8%. Ne parashikojmë që vitin 2026 rritja ekonomike të shkojë në 4.1%, që është e mbështetur kryesisht nga konsumi privat. Sigurisht rreziqet e pasiguritë mbeten. Ato kanë të bëjnë me faktorët e brendshëm që karakterizojnë sistemin ton ekonomik dhe politik, dhe po ashtu edhe nga rreziqet e jashtme dhe tensionet tjera gjeopolitike, si dhe rritja përkatësisht rritja ngadalt e eurozonës. Pra duke qenë një ekonomi e varur nga importi dhe gjithashtu e ndërvarur nga bashkëpunimi me BE-n, me Shtetet e Bashkimit Evropian, kjo është evidente që do të ketë ndikim. Tutje Ismaili ka shtuar se rritja e inflacionit ka qenë kryesisht nga rritja e çmimeve të ushqimit. Sa përket inflacionit, sipas të dhënave deri në muajin tetor, inflacioni në Kosovë ishte 3.6%, ndërsa pritet që të mbyllet viti me rreth 3.8%. Për vitin 2026 ne presim që inflacioni të zbutet në 3.4%. Rritja e inflacionit u nxit kryesisht nga rritja e çmimeve të ushqimit, po që janë gjithashtu në linjë me dinamikat rajonale dhe evropiane. Mes tjerash në këtë konferencë, guvernatori i BÇK-s Ahmet Ismaili u shpreh se një sektor që është duke performuar mirë është eksporti i shërbimeve, kurse importi i shërbimeve ka trend rënës.